Propozim për shpëtimin e atë dheut. Andi poezi nga Petrit Ruka. Çdo mbrëmje atë dheut i vjen njëre qelbur e papar, si të ketë ngordhur një kërm. E s'di ku të fusësh kokën, të vjen për të qarë. Fillon të kërkosh rreth e rrotull. Ka vjen kjo erë kutërbuese, ky tmerr, kjo lemeritshë mëndurake. Je gati të bërtasësh, të lutesh për pakën paqe. Më kot mbyll dritaret. Ashtë kudo, deri në rashtën e trurit, si një tumor. Është e kot të kërkosh një qetësues në sirtarin e ilaçeve, me zor. Derisa të kuptosh se duhen mbyllur televizorët, këto sqolla të lemeritshme kombëtare, ku 10 qenë të zgjebosur analistësh çmendin një popull me lehjet zagare. Manekin të kurdisur në puset parash të pista. Gëlbaza të hatashme politike, të denjë për të thyer çdo rac qenësh, që njeriu krijoi me dashurinë e tij fisnike. Ka vetëm një shpëtim. Filloni tani ti përmendim me mend emrat e tyre, një nga një, të bëjmë një kord të madh mallkimi, një mallkim kozmik që zë të shpëtojnë atë dheu nga era e qelbur që zbret mbi ne çdo mbrëmje. Fillon emrin e parë, të dytë, të tretë, të shpëtojmë racën fisnike të qenëve.